e kanë lënë gjysmë njeriu, unë tashi, kur erdha e mora vesh që spitaleve rrinte. Është smur? E smur është. Provoje këtë që kam shkruar unë këtu. Si që kam shkruar unë, provoje ti. Pse nuk e hapi telefonin? Tabulatet e telefonit tim dalin që unë jam këtu. Po si që jam njëkohësisht dhe këtu dhe në fshatin Kolonec. Në qoftë se unë kam lidhje me atë ngjarje. Xhenazemi prushim fëmijët e gruan e gjithë këtu. Në qoftë se neve dalim në atë lidhje na varin me Skorçës. Të da një radhë, të gjenjë bidon me benzin, të t'i përnoj si familje, nuk I le. Të djali më shkoj pa një fajfare. Kjo ishte deklarata në lot dhe teksa dridhej e Nevzat Çeços, babait të ndjerit Martin Çeço, bërë për mediat pak orë pasi mesditën e së njëjtës së 15 janarit 2026. Gjykata e Apelit Tiranë konstatoi humbjen e fuqisë së paraburgimit dhe vendosi të ndryshonte masën e sigurisë nga burg në arrest shtëpie për 3 të dyshuarit kryesor për vrasjen e Martin Çeços në Kolanec të Maliqit në qershor të vitit 2022. Bledi Angjo, Valter dhe Edlir Mollaj lanë burgun në mbrëmjen e të njëjtës datë, duke u zhvendosur në shtëpitë e tyre respektivisht në Peshkëpi të Pogradecit dhe në fshatin Marian të Korçës. Në burg vijon të mbetet Martina Pajollari, e dyshuara e 4 si e përfshirë në këtë ngjarje. Policia e Maliqit vendosi të procedonte penalisht në gjendje të lirë të moshuarin Nevzat Çeço për deklaratat e bëra sipas policisë për kanosje serioze për hakmarrje ose për gjakmarrje. Emisioni Uniko sjell sot për herë të parë përpara kamerave intervistat e 3 të dyshuarve kryesor nga prokuroria, pak ditë pas daljes në arrest shtëpie. Shikues të emisionit Uniko, kemi ardhur ke një nga të dyshuarit e tjerë I cili është liruar pak ditë më parë. Kur jeni liruar? Pardje. Dyshuar për si dyshuar për vrasjen e Martin Çeços. Jemi me Valter Mollaj. Ju zoti Valter për 3 vite e gjysmë. 3 vjet e 7 muaj. E mbani mend me detaj. 3 vjet e 7 muaj. Jeni I dyshuar I kryesor si organizator, pjesëmarrës dhe vrasës si Martin Çeços në fshatin Kolanec. Çfarë ju lidh juve konkretisht me këtë ngjarje? Dhe me Martin Çeço. Unë kam dëshmuar edhe e dëshmoj publikisht ta dëgjojnë gjithë shqiptarët. As kam patur lidhje, as I njëja, as me njonë, as kam vajtur kur në jetën time në atë fshat. S'kam patur lidhje as edhe njëherë, e kam dëshmuar edhe kur më kanë marrë policia atje, s'kam patur lidhje fare edhe në gjykatë. Ju keni dëshmuar policinë, gjykatë, po për herë të parë me figurë, se me zë kemi folë mbaj mend në vitin 2022. Po, në telefon. Në telefon. Tani njerëzit ju shohin ballë për ballë. Martin Çeçon e keni njohur? Asnjëherë. A keni vajtur ju mbrëmjen e datës 12 qershor 2022 në fshatin Kolanec? Jo. A keni vrarë me lak në fyt Martin Çeçon? Jo. A keni detyruar me zor, kundrejt presionit apo dhunës, kushëririn tuaj, Edlir Mollaj, Bariun Bledi Angjo dhe Tina Pajollari ose Martina Pajollari të vinë me ju në fshatin Kolanec për të kryer këtë vrasje? Asnjëherë në botë, asnjëherë. Si e provoni ju këtë, zoti Valter? Unë kam dhënë dëshmit atje, edhe prap jam I gatshëm për çdo gjë, për çdo gjyq, për çdo të vërtetën që unë s'kam patur lidhje, s'kam qenë atje. S'ke qenë? S'kam qenë, s'ka patur lidhje unë as e njënjë, as me njënin. Nga doli emri juaj? Po, ka I kanë sajisur ata të policisë atje. Nga Martina e kanë... Martina Pajollari ka deklaruar në fillim që ka patur një marrëdhënie me ju dhe kërkoi ndjesë dhe opinioni publik, ju e keni përdhunuar që të vogël. Çfarë lidhje keni ju? Si e njihni ju Martina Pajollari dhe është e vërtet kjo akuzë? Kjo s'është e vërtet, ata I kanë sajisur. Unë jo si fshatar që kemi patur këtu, e kishim patur punëtore ca kohë më parë.
Bashkë me bashortën tënde. Bashkë me bashortën, erdi këtu, binte shpinda dhe 2 lopë të ndej, edhe ata i kanë sajisur, kur ka dëshmuar Martina Pajollari atje, edhe jema asnjëherë s'ka patur histori tha dhe asnjëherë. Ato i ka sajisur Klaudia me Klau Grenaj, edhe gjithë ata Vangjushi edhe Leonardi i kanë sajisur këtë dje. E morën pyetjen në gjykat, e pyetën Martina Pajollari, s'kam thënë asnjëherë tha, po edhe për këtë përdunimin që e ka shtuar Klau Grenaj. E ka shtuar tha? E ka shtuar ajo, se nuk ka, e ka shtuar më mbrapa Klau Grenaj, se më ka ardhur edhe atje mua ata. Tha e ke përdunar, thashmë po mirë, thashmë se thua ti, apo thot ajo. E ka shtuar, e ka sajisur ajo. Periudhën e fundit dhe vitin e fundit, me kë punonte Martina Pajollari? Po me Burazerin edhe me... vllajën tënd? Edhe me Lirin. Po vinte shpënde lopë që, si nga herë. Okej. Keni pas ju komunikime? Jo. Po kisha një 8 muaj që s'kisha komunikime. Martina Pajollari, kishte dieni që kishte lidhje me 2 persona në fshatin tjetër? Lidhje dashurie? Jo, si kam ditur. Keni dëgjuar gjë? Gjonja kështu që ka, po... Ka lidhje? Ka lidhje, po kush unë merça me baktit, kush... Gjonja llavi A ke pas skena xhelozie ndaj Martina Pajollarit? Ndonjë lloj afrimiteti të kërkoj shumë dies që pyes, po janë akuza që janë bërë drejt për drejt. Asnjëherë. Janë të shkruara me shkrim. Ajo i ka shkruar po nga mendje e saj Klau Grenaj. Jo se i ka thënë ajo. Po sepse motivi pse është ndërtuar ngjarja kështu dhe është thënë sepse ju jeni bërë xhelos për Martin Çeçun Asnjëherë në botë. E bezdiste dhe i kërkon dhe martohej me ta. I kanë. Në mbrëmjen e datës 12 keni fol me njërin telefon? Jo. Nga telefoni juaj apo nga ndonjë telefon tjetër? Vetëm telefon me Shefkin Mollën kam folur që këtu për ato të baktive. Shefkin Molla kush është? Ushirim. Okej. Që është këtu? Po, për ato të baktive, edhe as kam folur as me një. Keni dal ndonjëherë nga shtëpia atë natë? Jo, unë isha me gruan në shtëpi. Erdha që aty, e ngra bukë, fjeta me gruan. Keni pas precedent më parshëm penal? Jo, asnjë. Jeni akuzuar ndonjëherë për ndonjë vepër penale? Asnjëherë, unë se dinja ç'ishte policia. Kur ju arrestuan, kur ju shoqëruan, si ndodhi? A mund ma përshkruash pak lutem? Po erdhën këtu, edhe kemi një sqarim në komisariat për një mushk, për ka vjedhur çobani. E thanë mua, tha, te shefi këtu me fshatit, pastaj më morën atje, s'm ta gjej. Po, morën dhe Lirin këtu? Unë se di mbrapa erdhën ata. Okej, ty të kanë marrë parë. Mua me atë çoban. Me çoban. Ai marrim me çoban se është vjedhur një mushk, thanë, to vemi atje ta sqarojmë këtu, tha. Pastaj më morën në komisariat. As më thanë gjë hiç. Po mbrapa? Atje më tha njëri, tha, kështu, tha, unë nuk habita, thash unë ç'sh. Tha se ti do t'i jash 25 vjetare. Ha ty? Se? Që tha që i pastaj tha, ky është shefi ma, tha, mos i bëj shamat atij. Pse një lloj ka fjalën si shefi do, më thash ç'e. Po. Jo, tha. Këtë pastaj me policët me radhë atje, presion, të rrahje. Të kanë rrahur? Po. Kur donin të më jep, të merrnin firmën atje, edhe më ra njëri këtu mbrapa kokës, një djalë atje. Po? Tha. Edhe më ra këtu, tha. Firmos, tha, që e ke bërë. Fort apo lehtë? Po bravo, kësa fort, më erën sytë mua atje. Pastaj tha Vangjush Mengshi, tha që lere, tha. Po, është thënë në proces verbale dhe prokurorisë që ju nuk keni dashur të jepni dëshminë dhe nuk e keni mohuar as pohuara. Si është e vërtetë? Dëshmia ime ka qenë e qartë që kur kam vajtur, edhe u kam thënë kështu. Sa kam vajtur, unë s'kam lidhje me atë ngjarje as si njoh as, edhe u kam thënë gjithëve, xhenaze mi prushin tër familjen këtu, në qoftë se unë kam lidhje me atë ngjarje. Xhenaze mi prushin fëmijët, te gruan e gjithë këtu përpara meje. Edhe betosha e qanja të natën, që ore nuk më lidh gjë, unë çudita nuk më lidh gjë me atë ngjarje, fare në botë. Unë as si njoh, as edhe ata s'm njihnin. Edhe kur ka ardhur në gjyq, ai si njoh ka thënë. Kush? Ijati. Që dal pak e Ijati i Martin Çeçës, Nevzat Çeço. Me lot në ngashërim e sipër, doli ditën që u liruat ju, doli dha një deklaratë duke qartë që e konsideronte të papranueshme lirimin tuaj dhe thoshte do t'i djeg me benzinë se pse u liruan nuk i lë ata. E pe atë intervistë.
Po, kur ka marrë këtu e kam parë. Çfarë ke për t'i thënë Nevzat Çeços? Çfarë ke për t'i thënë ti Nevzat Çeços? Ore, në kuptoj se është djalë mbi të gjitha, edhe është i prekur si të gjithë baballar, ta kupton. Po mos e kërkoj te ne. Ta kërkoj të drejtën ku është. Ku është të drejtë? Ata e di ta kërkoj te gjykata, te prokuroria, atje ta kërkoj. U akuzuat si keni paguar shumë lekë në gjykata për të lirimin tuaj. Ç'a ke për t'i thënë Nevzatit, nëse do ta kishe përballë në ato lotë dhe në atë ngashëri? Unë të them për atë djalë më vjen keq, si të gjithë tërë, po unë s'kam patur lidhje fare me atë ngjarje. Mban përgjegjësi për këtë zoti Valter? Mes publiku tërë që unë kam qenë të dali dhe prokuroria dhe edhe oficerët e gjithë që ta zbardhin atë ngjarje. Të gjendet ajo që ka bërë. Të gjendet. Unë atë dua që të gjendet ajo. Jeni sigurt që s'keni lidhje sepse gjykata e apelit ka lënë disa detyra. Mbi 11 detyra për tu rishqyrtuar ose për tu vlerësuar një pjesë e tyre që s'ishin vlerësuar fare. Siç është Facebooku, siç janë ekspertizat e qelizave telefonike me radhë, dëshmitë me radhë. Të hapi Facebookun, të gjitha ti provoj kush është. Keni përdorur ju rrjete sociale? Unë s'kam patur një jetë time, telefon Nokia kam patur gjithë jetën time. Nokia thjesht? Po. Edhe në atë periudhë keni pas Nokia thjesht? Nokia, nuk kam përdorur ndonjëherë Facebook, asnjëherë në jetën time Facebook. Nuk dinja ta përdora, nuk di ta përdor akoma. Nuk di ta përdorësh akoma? Nuk di ta përdor akoma Facebookun. Dhe po rikthem. Edhe një numër kam patur 16 vjet, një numër kam qenë numri im, s'e kam ndruar asnjëherë. Edhe një herë po i rikthem pjesës me Nevzat Çeços. Po. Çfarë do t'i thoja? Ju jeni përballë në gjyq, sigurisht ai ka dhënë dëshminë edhe atje ka qenë i emocionuar. Edhe opinioni publik, se të themi atë që është duke parë një baba që qanë 3 persona që akuzohen për një vrasje të tillë dhe që pas 3 vitesh, më shumë se 3 vitesh lirohen kur arrestimi juaj është bërë i bujshëm. Shfaqja që ka bërë policia e Korçës dhe prokuroria e Korçës për arrestimin tuaj me prova të pakontestueshme, është thënë, ka sjellë që opinioni publik besoj fort dhe sot është shumë i ndarë që ju jeni autori i kësaj ngjarje. Çfarë keni për t'i thënë babait dhe opinionit publik? Opinioni publik dhe babait. Keni sot për herë të parë mundësinë që flisni me ta. Të filloj ta kërkoj që nga ajo Klauja, oficerja Leonardi, Vangjushi, prokuroria Olivisi që i kanë sajisur të gjitha këto në dosjet tonë, të gjitha i ka sajisur të gjitha. Manipulimet që dhe avokatë tanë i kanë parë. Të gjitha shkeljet. Vendimi i lirimit tuaj me arrest shtëpie, nga burgu në arrest shtëpie, erdhi përse? Erdhi nga cila arsye? Në apelt, për afatet e paraburgimit. Që ishin shkelur. Çështja nga gjykata apelit është rrëzuar vendimi i parë dhe është rikthyer për gjykim. Po. Për këtë. Po. Po ndonjë lidhje me personat që kultivojnë bimë narkotike në zonat andej të Pickët, të fshatrave rreth Kolanecit. E njihni ju atë zonë? Mirë Kolanecin, po zonat e tjera? Asnjë zonë. Sepse babai tha orë kanë mbjell atje lart kanë ardhe. Me cila është jetesa juaj? Me çfarë jetoni? Me çfarë? Sa fëmijë keni? 3 fëmijë. 3 fëmijë ti keni me jetë. Me çfarë i rrisni ta fëmijë? Me baktit, me ato i rrisni. Keni një ferm? Një ferm ç'madhe shumë, jo, po aq sa ç'kishe. Sa? Po kisha 150-200 kokë këtu. Dhe bariun e kishit punësuar? Po. Me ato i rrisni unë. As kam narkotike, gjëra unë si njoh fare këto gjëra. Bariu, në një nga detyrat e lëna nga gjykata apelit, është që një bisedë që keni bërë ju me Bariun kur jeni shoqëruar, një bisedë 2 minutë që thuhet aty, njëri për jush ose ti ose kushërirot i thoni hesht mos të fol ç'a na bëre. Jo. Se keni bërë ju këtë? S'kemi bërë neve këtë. Ne na ndan atje, e ka prur 5 minuta. Ç'është kjo ata, domethënë thoshim, ç'është kjo që na gjet si kushdoj pa pritur që ashtu bo ç'na kanë gjetur, ç'na bën neve, a kupton? Në kontekstin që si edhe ti. Po ty thot hesht. Kush i thot? Jo. Ne kemi folur atje lirishëm fare. Domethënë, jo lirishëm kuptimi. Keni pas gjë për të fshehur? Asnjë gjë në botë, asnjë gjë. Ne thoshim
ç'na gjes, do me thënë si të të vinë ty, edhe të marrin pa lidhje, edhe ç'ne neve, pa fajshëm. Si kanë qenë për ju këto vite në burg? Si kanë qenë skëtër. Thjesht, nuk e dia ka provuar çdo shqiptar, thjesht pa faj atje, fëmijët tim, edhe xhani im, edhe gruaja ime e din çka neqër. 3 vjet e 7 muaj. Ju e ka qenë gjithkohës në mbrojtjen tuaj për habit opinionit publik, kur u njoft me ato akuza, gjithë secili prej nesh thoshte asnjë person, asnjë grua nuk do ta mbështeste burrin kur pretendohet që ka përdhunuar një vajzë. Pastaj kishte mbajtur marrëdhënie me këtë dhe kishte vrarë një person për shkak xhelozie. Ndërkohë gruaja juaj ka besuar tek ju dhe ka qenë ajo që ju ka qëndruar paktën, e kemi parë në seanca gjyqi, në provëri, pranë jush, nuk e di në burg ka ardhur apo jo, po kjo pjesë. Gruaja ime e di çfarë burri ka dhe ajo ka qenë atë natë me mua në shtrat. Edhe më ka mbështetur jo në seanca, edhe atje ajo ka ardhur Ka më pas në një moment hezitimi, dyshimi në fillim fare. Asnjëherë. Ajo ka thënë edhe publikisht, edhe ka thënë kështu. Unë edhe fëmijët të merrni mua, edhe fëmijëve le atë po dhe mua dhe fëmijët në qoftë se ai ka patur një gjatë vogël. Ndaç nga andej ndaç te Tina Pajollari. Po pse çfarë budallaç. Po pse nxori emrin tuaj Tina Pajollari? Sepse ajo ka qenë punësuar te vllai juaj, te Emiliani atë periudhë. Ajo me unë fillim në lanë atje të titulluar, kur ka ardhur në gjyq, më kanë thënë me zor Klaudio, i ka thënë me emra në gjyq. Ka thënë ajo që e ka thënë në gjyq me emra ajo, para gjykatës Korçës, edhe në apelt. Ruajt në apelt, ka thënë, më kanë detyruar ata që thuaj emrat e këtyre. Më ka detyruar Klauja, i ka thënë me emra mbi emra. Okej, ka thënë Tina, po Bledi Angjo, ç'ne që i morën atë dëshmi? Bledi Angjo është i pa shkolla, ata Bledi Angjo ja kanë shkruar vetur, s'ka thënë gjë hiç. Bledi s'ka thënë gjë hiç. 1000% ja kanë shkruar vetë, sa s'di as shkrim as këndim. Po fol di. Për të folur di. Po mirë, nëse këto dy janë, po kjo Miranda Pajollari ka bërë ca deklarime, ajo që i ka shkuar versionit Tinës dhe pastaj në fund në gjyq ka thënë të gjitha janë sajesa. Po, se më kërcënonin atje, ka ardhur në gjyq ajo Miranda Pajollari. Ka ardhur në gjyq ajo me kësaj. Kush e kërcënonte Miranda? Policia thoshte. Atje, këta, to bëgjes. Me cilën dëshmi jeni dënuar? Vetëm se Tina Pajollari thoni në gjyq e ka mohuar dhe ka thënë që i është marrë dëshmia nën dhunë dhe nën presion. Po, e kanë mbajtur në hotel, thoshin. Ka thënë Tina Pajollari, më mbajtën 3 ditë në hotel për dëshmit. Jep këtu ngrinin e mesnatës, thoshte. E ka dëshmuar në gjyq Tina Pajollari. Që më kanë marrë firmat pa pranin edhe vllait atje, kishte një se s'dinte jema për të shkruar atje. Edhe jema ka dëshmuar që më kanë marrë me zor, thuaj për ata. Në presion se do të futim edhe ty në burg. I kishin thënë asaj temës, asaj Tinës. Për juve është një gjysmë lirie kjo brenda shtëpisë. Po. Këtë kohë të parë. Djalën takova që e lash 4 vjeç u bë 8 vjeç. Atë kisha, pastaj gjithë me radhë gruaja që është bërë. E kanë lënë gjysmë njeriu, unë tashi kur erdha e mora vesh që spitaleve rrinte. Spitaleve rrinte gruaja e shkret. Po s'më thoshte gjë, që jam e smur. Është e smur? E smur është. Spitaleve. I eri vllai nga Greqia, Baradeta. Zoti Valter, çka kërkoni? Edhe nëna është bërë gjysmë. Po dhe nën tu e kam takuar disa herë. Po, ajo ka paruar fare. Po, le mua më shkatruar nga opinioni njëri, që unë kam qenë njëri. Nga shkatruar. Se po të kishe bërë një gjë, absolutisht jam dakord. Ta vuaj. Të pranoje nëse të kishe bërë? Po, të ta pranoja edhe të më kalpin atje, mos
Le që familjarë zdo më shikonin me mësy, për çfarë të më shikonin mua me mësy? Po, Po vetë do ta kishe guximin ta pranoje zoti. Po, e bera për këtë arsye. Po, ta kisha berë, do të pranoja. Thosha, e kam berë për këtë arsye. Me që je gazetar ti, më thuaj ti. Që më lidhte mua të vinja deri aty? Po kjo është pikë pyetje fort. Ç'a të lidhte? Po çfarë kusuri? Xhelozia, prokuroria thotë xhelozia. A janë i skenime fare ato i kanë janë sajesat që kanë bërë ata. Se pyetja e madhe që bën njerëzit nëse Tina Pajollari pa dashur të hyjë në jetën privat, kishte dy të dashur në fshatin ngjitur shumë afër Marianit. Atëherë pse Walter Mollaj duhet të kërkonte xhelozinë tek një person që s'e kishte takuar kurrë? Po patjetër. Dy dashnor i kishte aty. Si su bë ky Valteri xhelos për këta të dy? Po për një që se njinte, që se kishte parë një të ti, që se dinte ku ishte Kolaneci. Çfarë lidhje kishte? Jo, më shpjegoj njëri që ka një shkollë të lartë, një jurista, një gjë. Si e merr logjika? Nuk e di. Çfarë kanë bën me ne ata, çfarë kanë dashur policia të bëjë me neve. Dy gjëra të fundit doja të dija. Çfarë keni për të thënë drejtësisë, organeve të drejtësisë për rastin tuaj? Dua ta ndjeki deri në çështje besoj se do zgjas disi, duke parë dhe kompleksitetin e detyrave të lëna nga gjykata për gjykatën e shkallës parë. Unë dua që të drejtësia ta shpirë deri në fund. Drejtësi, edhe kam kërkuar që vjen drejtësi. Se një i pafashëm e vuan shumë. Po dy motrave të Martinit dhe vllajt të Martinit. Se për babain të pyeta, çka ke për t'u thënë? Se ata janë konfuz me gjithë këtë histori, e me gjithë këto akuza, e me gjithë këto fakte apo të dhëna që prokuroria ka paraqitur ndaj jush dhe kundër jush. Çka ke për t'u thënë atyre? Unë të thash edhe një në fillim, si njeri, si baba për shembull, janë trishtuar, si motra vëllezër, po ta kërkojnë të drejtën e ata në gjykatë. Se po ju pyes me insistim se ata nuk na kanë kur ka ardhur motra në atje, s'ka them fare për neve, si një fare ka. Kemi ardhur në shtëpinë e të dyshuarit të dytë si i përfshirë në vrasjen e Martin Çeços, Edlir Mollaj, i cili është liruar para sa ditësh? Para 2 ditësh. Edlir, që momentet para i akuzuar si bashkëpunëtor i kushërit tënd Walter Mollaj në ngjarjen e 12 qershorit të vitit 2022 dhe Martin Çeços. Ç'a të lidh ty me këtë ngjarje? Mua me këtë ngjarje s'më lidh as dhe një gjë fare. Unë se kuptoj dhe arsyen përse na arrestuan dhe përse erdhën na morën ne. Jo, ja, ta shpjegojmë pse ta arrestuan. Ta arrestuan për shkak se Tina Pajollarin, bashkëtarja juaj këtu, Martina Pajollari, deklaroi që Valteri dhe ti jeni të përfshirë bashkë me Bledi Anxhon, keni vajtur në fshat. Për shkak të xhelozisë që kishte Valteri, keni vajtur në fshatin Kolaneci natë dhe keni vrarë Martin Çeçon. Thënë nuk e besoj, këto gjitha e ka bërë policia, sepse ne Martin Çeçon kur në jetën time nuk e kam parë ndonjëherë. As në fshatin aty, në Kolonec nuk kam qenë kur në jetën time. Nuk e di nga bie. Kjo ishte një, nuk e di si ta shpjegoj. Pse na morën? Kur të kanë shoqëruar për herë të parë? Të kujtohet? Më datën 17, 16 qershorit të vitit 2022 na kanë marrë. 16. Na kanë gënyer, Ke qenë këtu?
Po, kam qenë në shtëpi. Na kanë gënjur, ka vjedhur një mushk, diçka e tillë, policia që na mori. Dhe mbas 2-3 orë atëherë filluan na thonë që për këtë histori. Gjë që ne na ra si bombë, sepse s'kemi lidhje me këtë ngjarje. Nuk se di pse na morën, për çfarë arsye. Pastaj na kanë mbajtur rreth 12-13 orë në presion. E keni bërë ju gjë që se di, një çmenduri, një trillim, se nga iqi dhe të thonë ke bërë një vrasje, e shumë e vend. Qëndrim tamam, mohues, përsi duhet të mbaj mohues kur unë jam i pafajshëm, kur s'kam lidhje me këtë ngjarje. A ke dalë nga fshati atë natë? Nuk kam dalë fare nga fshati. Unë gjatë ditës kam kositur bar. Edhe para dite dhe mbas dite. Mbas dite, dhe nga ora 5 kam kositur, vjen një ish fshatar, i ikur në Tiranë, quhet David Cela. Kemi ndetur rreth një orë deri rreth orës 6 aty këtu sipër shtëpisë, ku po kositja bar. Pastaj bashkë kemi shkuar te daja im. Kemi ndetur rreth Ku është daja? këtu në fshat, rreth 500 metra nga shtëpia ime. Kemi ndetur deri orës 8:30 ne, mos gaboj. Kam ardhur në shtëpi, kam ikur, kam marrë kalin, se kisha lidhur kalin diku me një arë këtu. Kam ardhur në shtëpi, kam rëmbu, kam ndetur me shtëpisë, dhe kem parë një sport me babin, mos gaboj se s'm kujtohet e mirë se ka shumë. Rreth orës 11:30-12 jam ngjitur në kat ku kam shtratin ku fle, ka 2 sipër. Aty kam komunikuar. Po prapë në Marian. Po, Marian, s'kam dalë fare nga Mariani. Aty pastaj kam komunikuar me të dashurën deri rreth orës 1 paca 1. Gjumë, të nesme, pastaj punët e tjera, si gjithmonë. Me telefonin tënd? Po, me telefon, me Facebook-un tim. Po, ma ka marrë policia, unë se kuptoj, përse nuk e hap policia, pse nuk e hapi telefonin? Tabulatet e telefonit tim dalin që unë jam këtu. Po si që jam njëkohësisht, dhe këtu, dhe në fshatin Kolonec. Kjo është e pamundur. Biseda ime këtu, si që jam nga mund në 2 vende. Pastaj kam bërë gabime shumë policia. Po mirë, ja shpjeguat këtë gjë që ishit... Po patjetër, more, patjetër. Pse nuk ju besuan? Po s'besoni gjë fare. Kishin ndarë mendje për ne, nuk e di pse. Jo shpjeguan, po s'kemi lidhje, po se njohim. Dhe kur në jetën tonë nuk e kem parë atë person. Kur e ke parë për herë të parë Martin Çesh? Asnjëherë. Vetëm e kam parë në foto kur ma kanë nxjerrë një BG-s, nuk e di kush ishte, që më kanë nxjerrë një foto e një këtë person. Kur në jetën time nuk e kam parë ndonjëherë. Ndonjë njohje me një person? Ore kur në jetën time s'kam qenë në një Kolonec. Të dalin një njeri thotë që e kemi parë një herë, ose të mapin tabulatet e telefonit gjithë kohës, edhe para 5 vjeç. Walter Mollaj të ka marrë me presion, të detyruar që të shkosh atë natë në fshatin? Po janë gjitha trillime. Përse duhet marrë te Valteri mua? Për çfarë arsye? Prokuroria dhe policia thotë që edhe Bledi Angjo ka përforcuar dëshminë. Po i kanë sajuar gjitha aty në komisariat. Gjitha janë sajime, trillime. Po pse? Po këtë arsye nuk e di as unë. Këtë duhet që ta zbardhin shteti. Po jo na fundosin neve, të zbardhin të vërtetën. Të hapet telefoni. Qofse hapet telefoni, gjendet e vërteta. Telefoni juaj. Po telefoni jonë e kanë hapur, le të hapin. Po të hapet telefoni viktimës, me ka komunikuar. A ka lidhje me ne, që kur ne nuk e dim kush ishte ky djalë. Jo të kemi komunikuar, le të hapi. Në qoftë se neve dalim, në atë lidhje na varin me skorçës. Qoftë se ne kemi komunikuar ose kemi të shumë i bindur, 1000% i bindur. Në qoftë se ne kemi lidhje me këtë gjë. Po jo të na marrin na mbajnë 13 orë presion aty ne e dim. Plus asaj dhe 3 vjet e gjysmë. Tani kemi dalë për cilën arsye? Po tani kemi dalë për arsyet e afatit burgimit. Ka skaduar afati para burgimit. Jemi arrest shtëpi. Jemi arrest shtëpi. Falenderoj dhe apelin gjyqtarin që dha këtë vendim, megjithse duhet kishim marrë një vendim tjetër, sepse arrest shtëpi unë prapë jam burg këtu. Babain e kam të smur. Kush do ta shoqëroj në Korçë në spitalet? Cila ka qenë sfida jote më e madhe psikologjike në kohën që ke qenë në para burgimit të qenë? Po të gjitha trenda kanë qenë, po kryesorja, familja, se të kesh bërë diçka, mbase e përgatitin veten ata që kanë bërë diçka dhe nuk e vuajnë aq në burg. Po neve ti je i pafajshëm, e vuanim shumë. 3 vjet e gjysmë ne s'kemi qeshur një herë. Përse? Përse duhet të vuaj unë diçka tillë, kur nuk kam lidhje fare? Se kuptoj. Po,
Martina Pajdollari, pse mendoni se ju ka përmend emrin? Pse pikërisht Po emri kjo, tuaj? se di këtë për këtë arsye, s'di si të përgjigjem për këtë. Sepse e kam mësuar, besoj, policia, OBG-ja, kush e kam mësuar. Po jo, për kundrazi, e kemi ndihmuar me aq sa mundsi kemi patur. Keni pas ndonjë konflikt me Kur asnjëherë me asnjëri. Në jetën tonë nuk dim të kemi bërë ndonjë sherrë. Dini që Martina Pajdollari kishte 2 marrëdhënie sentimentale në fshatet paralel ose një ose keni pas dini që ka pas. Për një e kemi ditur se fshati i vogël edhe merret vesh, kemi parë atyre kështu. Ka patur një çun nga fshati këtu. Po, në ato ditë. Po, ka patur një çun. E dinim se fshati i vogël edhe duken merret vesh. Si ndikoi arrestimi juaj në marrëdhënien me të dashurën me fejuar? Po vazhdon mirë sepse ajo e ditë sigurt sepse ne kemi folur gjatë kohës që ton ata. Unë kam qenë në shtëpi dhe e vazhdon. Çfarë ke folur? Deri rreth orës 1 pa qerek 1, mos të gaboj. Si shpjegon që si e lidh prokuroria këtë që vajtjen tuaj nga këtu në Marianë për në Kolanec, kthimin dhe faktin që e përputh me orën që ju flisnin me të dashur. Po këtë s'kuptoj unë, sepse këtu duket që policia ka bërë gabime dhe trillime. Sepse ka bërë gabime apo se një gabim është një gjë e vogël. E vogël, po ajo ka bërë me qëllim. Është me qëllimshme besoj. Sepse unë e njihni ju atë rrugën tjetër sepse prokuroria në fillim sa është rruga nga Voskopoja, nga Mariani Voskopoj, nga Voskopoja në Voskop që është e shtruar, më pas se deri nga Mariani Voskopoj për publikun nuk është e shtruar, është rrugë Qakut. Pjesa tjetër është me asfalt, nga Voskopoja në Voskop, në Korç, në Maliq, pastaj në Kolanec është e shtruar me asfalt. Kështu tha versioni i parë. Pastaj na doli versioni i rrugës këtej nga Lekësi. Ke bërë ndonjëherë të rrugën? Asnjëherë. Për çfarë ka fjalën prokuroria kur thotë dhe ka paraqitur tabelën fotografike të Tina Pajdollari që drejton. Po e kam parë në televizion. Më trego pa. Unë s'kam qenë asnjëherë në atë rrugë. Unë nuk e di që ekziston ajo rrugë. E di që janë bërë centrale diku poshtë, kemi vajtur me central aty. Po që të ketë rrugë ande as e kam ditur. Pastaj edhe nëse ka rrugë, ato centralet kanë kamera. Pse si ka marrë policia kamerat? Leri ato. I keni pyetur ju për këto kamerat? Pse si kanë? I ka kërkuar avokati pse si janë hapur kamerat, si marrin për bazë çdo gjë që kërkojmë ne. Nuk na merret për bazë në gjykatën e Korçës. Po hidrocentrali që është këtu. Diçka tjetër. Në fshatin ton ka vetëm një rrugë. Në hyrje të fshatit 200 metra pa hyrë në fshat është një central 10 metra nga rruga. Kamerat e kapin rrugën. Që nuk ka rrugë tjetër, aty do kalosh. Atëherë përse nuk erdhi policia të merrte kamerat e centralit dhe që aty zbarçe e vërteta që ne nuk kemi sepse s'ka kaluar? Policia mbas edhe ka ardhur, i ka hapur, e ka parë që si jemi ne, edhe i ka manipuluar. Në ndjenjën time nuk janë këto kamera në dosje. Po nuk ti kanë kërkuar fare mbase, ose i kanë parë të vërtetë. Keni kërkuar ju nga momenti që u arrestuar, na jepni provat. Po patjetër. Kërkuat shpjegime? Gjithmonë kemi kërkuar, avokatët tonë gjithmonë kanë kërkuar. Asgjë sa merresh për bazë. Kapet telefonin, tapet kamera, të merrin fjet e flokut, tapet çdo gjë. S'esh marrë për bazë gjë fare. Po, një nga detyrat e lëna në gjykata apelit e fillet e kushrin tuaj për gjykatën e Korçës është që të zbarret kush është personi që ju flet ju teksa bisedoni me Bledi Anxhun dhe i kërkoni Bledi Anxhut ju flet nga jashtë dhe i kërkoni ju Bledi Anxhus sipas atij proces verbal i prokurorisë dhe policisë, hesht mos fol çana bëre. Nuk është mori e zeza me radhë. Po se kam lexuar dosjen. Nuk është asgjë e vërtetë. Si nuk është? Është gjithë i kanë hequr nga që keni fol ju. Jo, i kanë hequr nga konteksti. Kur bëni muhabete me Valterin, për shembull, çfarë është kjo padrejti që po na bëhet, po na mbajnë këtu, këta i kanë hequr gjitha nga konteksti. Plus, ne Bledi Anxhun nuk e kishim fare tonë. E kupton çfarë mani bashkuar ndonjëherë ndonjë moment me Bledi Anxhun. E kanë prur ditën tjetër. Po. Me një qeli tjetër bashk, nuk kanë folur fare. E prun aty dhe nuk kanë folur fare Bledi. Po ti keni thënë hesht mos fol çana bëre. Nuk është e vërtetë. Asnjë Valteri. Unë nuk kam folur asgjë, po edhe për çfarë arsye do t'i flisim? Për çfarë arsye kur ne jemi të pafashëm? Për çfarë do të thoshim ç'na bëre? Me dëshminë e tij që kishte thënë. Po jo, ne s'kemi folur fare. Fare nuk kemi, ma kanë sjell mua, e kanë rreth një orë aty, ngjitur me mua,
dhe nuk kanë folur asnjë. A ke pas mundësi gjatë kësaj periudhe, ndonjëherë të flasësh me Bledi Angjon, ta takosh gjatë gjyka, ke biseduar ndonjëherë me të? Ç'ne? Sepse Ne kemi, ajo ka qenë në Burg Peqin. po. Dhe shikonim se ishte pastrurin aty. Dhe ajo gjithmonë besh Burg kot, thoshte, kaq. E kupton, thoshte të vërtetën. Nuk Keni pasur përplasje me të? asnjëherë. Përkundër asnjë ndihmonim, çfarë kishim mundësi me ushqim, se ishte pastrus, përkundër kurrë. Se kemi për çfarë arsye, se ne dim që gjitha letrat, gjitha ato, ajo as ditë firmosi, as ditë lexoj, të gjitha ja ka bërë OBG-ja, policia. Po të flas, mbas e di, po jo si që i kanë bërë letrat ata. Kupton, se ai nuk di të artikulohet aq bukur sa që kanë bërë letrat ata. Si shpjegon faktin ti që Bledi Angjo, kur erdhi në gjykatë herën e parë, Po. dëshminë e parë, në gjykatën e Korçës, tha nuk jam unë. Të kujtohet apo jo? Po. Kurse një seancë më mbrapa, u ngrit avokati i tij dhe tha ka për të folur klienti. Po. Si shpjegon faktin që E shpjegoj. Bledi Angjo në atë seancë të dytë tha po më kanë bërë presion, këta më morën me zor. E shpjegoj sepse ai ka qenë në Peqin. E kanë marrë nga Peqini për në Korçë, për ta shfrytëzuar dhe për ta mësuar, dhe i kanë bërë presion që të thotë këto fjalë, sepse ai tha ato dy fjalë atje dhe ngeli. Kurse kur thoshte të vërtetën, nuk ngelsh, ai thoshte kam qenë në kasolle ku flinte me den, kaq. E kupton, i fliste, kurse aty dukse që ishte mësuar, si me detyrim. Çe kërkon sot Edi? Unë sot kërkoj drejtësi, të zbardhet e vërteta, sepse dhe ne po babait të Martinit, i cili po qante në ngashërim, ditën kur u liku aty, çka ke për t'i thënë? Ne na vjen keq për humbjen e djalit tij. Çfarë do të thotë? Por ne nuk kemi asnjë lidhje me vrasjen e djalit tij. E them me zemër këtë. Vjen keq se është rënd, por ne nuk kemi lidhje. Ne nuk e njohim djalin e tij. Kur në jetën tonë nuk e kemi parë. Pastaj për çfarë arsye do ta bënim ne atë veprim? Për xhelozi ndaj. Për xhelozi. Ku çesh kjo xhelozi? Pse nuk u bëja Valteri xheloz në çojë, supozojmë që është e vërtet. Pse s'u bëja xheloz për të dashurin që kishte këtu? Që e dinte gjithë fshati. Po të bësh për një person që ne as e dim nga bie koloneci. Përse duhet bësh xheloz? Dhe ta vrisni. Dhe aq më kesh ta vrisim. Përse? Pastaj ta supozojmë të vërtet. Mirë Valteri, po unë çoj këtu. Pas letrave thot ka marrë, ka hajde futur makinë dhe bariu. Unë jam fëmijë. Sa vjeç je? Jam 40 vjeç. Po në momentin. Unë si jam fëmijë. Kam qenë 36. Po bëj 4 vjet faca muaj në Burg. Përsi ç'ishte kjo do bënte presiona ju të merrte mua ju. A keni korruptuar ju gjykat? Asnjëherë. Se ne kërkojmë për të dalë nga burgu. Ne kërkojmë vetëm drejtësi. As kemi korruptuar, as e kërkojmë. Me drogë. Kur në jetën tonë. Kur në jetën tonë. Nëse dim nga bie koloneci, jo të merren me drogë. Nuk e dim kur. Thau mund të kenë mbjellur. Po nuk e dim nga bie koloneci, e jo të merremi ne me drogë. Kur në jetën tonë. Të gjitha seanca do i ndjekim. Ka rrezik që ju të largoheni aty në Kur në jetë. Përse duhet aty? Unë kërkoj të dalit zbardhet sa më parë e vërteta. Që shpirti im të lirohet edhe kjo trillim që na kanë bërë, na kanë nxirr emrin. Përse? Unë kërkoj vetëm drejtësi, të zbardhet e vërteta. Keni besim se do bëhet se rrallë drejtësi dhe do zbardhet? Them sepse vete në thirrje faktikisht, megjithse kam besim që kur e kthevi apeli që gjykata e Korçës t'ju përmbahet gjitha pikave që ka kërkuar apeli. Në qoftë se gjykata e Korçës ju përmbahet gjitha pikave të apelit, besoj dhe them dhe lutem që se do dalë e vërteta. Shikues të emisionit Uniko, kemi ardhur në fshatin Peshkopi të Pogradecit, aty ku një ditë më parë Bledi Angjo, një nga të dyshuarit kryesor të prokurorisë së Korçës, si përfshirë në vrasjen e Martin Çeshës, është liruar me arrest shtëpie. E kanë sjellë në Peshkopi në shtëpinë e babait, apo jo Bledi? Po. Dhe nuk e kanë çuar në fshatin Polen të Korçës, aty ku jeton motra Valbona me kunatin. Bledi Angjo tashmë zonja Valbona i bi që të jetë vetëm, të jetoj vetëm këtu, ë? Vetë. Nuk ka njëri. Unë dua ty direkt në temë.
Lirimi i Bledi Anxhos dhe 2 të tjerëve shkaktoi zemërimin e babait Martin Çeços, i cili u shpreh i revoltuar për vendimin e gjykatës. Ne bashkë kemi bërë 2 intervista më parë në lidhje me deklarimet e Bledi Anxhos dhe në lidhje me firmat e Bledi Anxhos. Ju më keni thënë me bindje të plotë se firmat nuk janë të Bledi Anxhos, proces verbalet e parë. Tani sot kemi mundësinë të flasim vetë me Bledi Anxhos. Bledi, si je? E prite që të liroheshe nga burgu? Asë dinja pa vetëm ku më thonë. Ku të thanë? Më thonë ata policia të kodonës të lartë. Të cili burgë rrije? Në sektori 3 lartë. Jo, në cili burg të Drenova. Në Drenov. Si ndihesh tani? Mirë. Po në burgun e Drenovës, punoje me çfarë merreshe? Po kështu hap lerat. Punoje. Të paguanin? S'ne. Jo? Po se s'ka marrë ajo dhe nuk e di. Ah, E nuk e di. Bledi, e di përse të kanë mbajtur në burg dhe përse ke qëndruar në burg? S'di gjeve, isha në punë, isha në lartë me dhenë. Në punë, s'di nga gjeve. Kur ke filluar punën në Marian? Po 2 maj kisha sa fillova. 2 maj. Kur ke lindur, me çfarë date, çfarë muaj, çfarë viti? Se di, se më. Datëlindjen tënde. Se di. Po ke kartë identiteti? Ke kartë identiteti? A mund të ma tregosh pak? Po. Si, sa vjeç je sot? Vajma. Si nuk e mbamon? Se vajmanës. Bledi Anxho. Vendlindja? Qa thot? Se vajma. Se di. Po Gradec. Po, vedec. I lindur me datën 27/7/1983. Kjo është karta. Merë qutën. Bajta. Po të që. Po, da. Me kë ke jetuar për para se sa të shkosh në Marian? Po, këtu, plagu që me plagu këtu. Vetëm me plagu? Po. Pastaj? Pasaj ka, isha vajta polem. Ke jetuar me tek motra. Pastaj gjete punë? Pa të vërdarë më shatë. Në Polen. Polen në Koli ku ka gjete? Jo, punën në gjeri në Mariana i. Marian. Duke qenë shumë vite për para, edhe njëta. Ka qenë, ke punuar më përpara Marian? Ka qenë në ato nuk tokë vëmës. parin. A, to pari. Po brif, fshat në fshat, këtu, atje, edhe në Mariana kishë qenë. Ku kishte? Se punë. Sa 2 muaj kishe që punoje? As 2 muaj. As 2 muaj. Vazhdim, me gjysë. Ke kush punoje? Në ata të modash, në vali. Po? Vetëm te vali. Po te tjetër kush? Vetëm në ata isha, se me Vali tërë. punon. Po si shkoje me valin? Mirë, Të trajtonte mirë? Ë? mirë, Sille i keq në i herë me ty? jo, Të vërtetën, se nuk ke Jo, pse të kesh frikë nga asnjëri. jo, jo, Ë? Të kërcënonte, të dhunonte, jo, jo, të vërtetën. jo, bër, Të lut. Se dhe unë Jo, që po. menja për ditë, jam sa mirë. shu. Jo këtë zina, jo, ti me ata ish Po, bashkë me edhe me ata. aty ke ku flije? Ati në shpje ti, Për kujdeseshe për baktit? e, Sa dhen kishte ai? Të kishin thënë? kishin a 200 kokë. Po si i numëroje kur nuk di? E në mëron të ajo aty në stada kosh. U lindë edhe vetë ajo. Të lexoshish edhe të shkruash di? Me datën 12 qershor 2022 kanë kalu 4 vite. Rreth 4 vite. Ku ke qenë? Ati edhe pasaj, Ku? në përfshat edhe këtë ka devodi kam qenë pas. Jo, Ditën e ngjarjes, ditën ku thuhet që është vrarë Martin Çeço. Ku ke qenë? Me edhe një shemë, kam qenë. Po në darkët se Me darkëm në shpi. në shtëpi. Në gjithë prapë me edhe, me ata. Po mirë, po si ka mundsi s'keni vajtur ju në asnjë lloj fshati? Po s'kam qenë ande unë. Ku s'ke qenë?
A di ta përdorësh Facebook-un? E di çfarë është Facebook-u? Mos di. Ë? Di ta thuash Facebook? Nuk di me. Facebook, mund ta thuash pak? Se them dot. Po thuaj, provoje. Facebook. Facebook. Po Messenger. 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 Ë. Ke dëgjuar ndonjëherë këto dy fjalë? Messenger, Facebook? Jo. Se këtu thuhet, un kam deklarimin tënd përpara syve këtu. Me datën 17/6/2022 ora 16:30. Tani përpara se sa të shkojmë ke detajet, un du të them, a ke firmos ti ke ky proces verbal këtu? Jo. Shikoje pak lutem. E shikon? Shikoj. Këtë, di ta shkruash ti këtë emrin këtu? Jo. Ka qenë e pranishme Klau Ogrenaj dhe Mariglem Beqo, një vajzë me syze, oficere, e talentuar dhe kandidate për prokurore dhe gjyqtare. Mban mend kur të kanë marrë pyetje i ke dhënë ti këto deklarime? I kanë dhe me s'kam qenë unë i të ki kam. Si s'ke, këtu thuhet ke thënë që kam qenë. Jo. Jo, be s'kam qenë unë. Më larë në dhëndë. Po mirë, këtu është pretenduar se ke firmosur ti. Ta kthem edhe një, lutem. Kjo është emri i shkruar nga ti thuhet dhe firma e dhënë nga ti. Firma e tjetër. A mund ta provojmë tani të lutem, a mund të ma shkruash emrin tënd? Tani, ja se kam unë. Vi këtu bledi. Jo, s'ka gjë, këtu, do afrohet dhe kamera. Të lutem. A mund të ma provosh emrin tënd? Ka të shkruaj e? Po që të shkruaj? Emrin tënd, a e shkruan dot? E shkon do ta. Ma shkruaj pa. Hë? Provoje, s'ka problem. Pas di. Jo, provoje, let të lutem, nuk dua. Ko di unë. Provoje, bledi të lutem. S'di bë. Emrin. Se shkruaj do të. Se zdi të shkruaj. Si s'di të shkruash? Bledi Angjo. Nuk duam të vëm pozit, por një sekond. Të dalim dhe një herë këtu siç është shkruar emri juaj. Ja ku e kem? A e kopjon dot këtë? Këtë, Bledi Angjo, ta vendosëm këtu, ja shipe. B-L-E-T. Këtë. A e kopjon dot? Po e kuptoj. Provoj një herë. Të lutem Dan, afrohu edhe nga krau tjetër që të kemi mundësi ta këtu. S'ka gjë. Dil nga krau tjetër. Ko di unë. Jo, shkronjën, se këtu ke bërë një zhgarravin, apo jo? Pas di bë. Po gërmat. Sa klasë shkollë ke bërë? S'kam bërë asë klasë. Asnjë klasë shkollë? Kjo është emri që pretendohet se ke shkruar ti këtu. Bashkë me firmën. Firmën e bën dot? Cila është firma jote? Ja, do që ben. Po ja. Provoje një herë ta bësh firmën. Ta ben firmën që ke ben në kartë të detit. Qa është kjo? Vetëm viza kot? Po, Kjo është firma? Më falë, këto ndonjë gërm di? Për shembull ta shkruash vetë, çfarë gërmë di? Një shkronjë, di thuaj? Di ndonjë asnjë? S'dija, s'ka bëshku. Po se tani është shumë e rëndë tani kjo ajo që ne dyshonim, ju e thonit me zë të lartë, po na provohet sot. Po mirë, a mund ta bëjmë pak më të zgjeruar diskutimin se kjo është skandaloze të nderuar shikues që është firmosur, janë 3 proces verbalet kryesore, të firmosura sikur i ka firmos Bledi Angjo, dhe na rezulton që Bledi Angjo nuk di as shkrim as këndim, me 0 klasë shkollë,
dhe zhvendos emri dhe firma e tij. Dhe dy oficerët që pretendojnë se ka firmosur Bledi Angjo janë Klau Grenaj dhe Mariglen Beqe. I ke taku këto dy njerëz në policia ditë kur ti janë marrë pyetje? Këtë gocën me syze mban mend? Në takoj që njerëz. Tani ky është proces verbal i parë. Tani do shkojmë dhe ke proces verbalet e tjera, se ku ke shkruar emrin dhe ke firmosur. Këtu është prap me emrin tënd, Bledi Angjo i shkruar me emrin tënd. Rregulloria do kodi procedurës penale ta lexosh vetë përpara se sa të nënshkruash. Ke pas një njeri të afërt, familjar, njeri të besuar, kujdestar, që të zgjënt kur është pretenduar se janë firmosur këto? Jo. Se s'kisha njerë afër. Ditë numërosh deri në 20? Ku di? Të lutem. S'di. Po sa ditë, deri sa ditë numërosh? Po s'di, s'di. Këtu është Koli dhe Valbona, këtu është e shkruar me një lloj tjetër, me një kaligrafi tjetër. Shikoni? Bledi Angjo dhe prap me firmë. Këtu në këtë proces verbal është dhe Vangjosh Mengshi, proces verbalin tjetër të kontrollit. Kur të kanë kontrolluar, të kanë hequr rripin e pantallonave me ngjyrë gri. Ke firmosur? Ke shkruar emër? Jo, për s'kan shkruaj të gjemër. Këtë emrin këtu. Po ta shkruajmë këtu, e shkruan dot tani? Zi të shkruaj, be. Unë zi të shkruaj. Ai duke që kur ti të kapë të lapshe, se mi ka shkruaj. Mirë. Tani duam diçka tjetër. Je pyetur me vullnet lirë, thua, deklaroj. Kam 15 vite që jetoj në shtëpinë e motrës time, e cila quhet Valbona Tollkuçi. Aktualisht kam rreth 2 javë që punoj si çoban në fshatin Marian tek shtetasi Vali Mollaj. Po? Kulloz dhënë nga mëngjesi deri në orën 18 dhe qëndroj për të fjetur tek një kasolli që na ka lëshuar pronari. Në rregull? Je dakord me këto? Po. Ai e njihje ti Martina Pajollarin? Këse një, be. Po aty në fshat. Po jo. Po në fshat e njihje, se fshati Marian s'është shumë i madh, Tinën. Pa atinën, ku Po. vajta në fillim. Ku vajte? Ku vajta, që vajta në sopa, në ata. Po, aty e njohë. Po, flisje me të, kishe komunikim? Jo. Po me S'kisha, vllajën e vogël të saj. jo, bre. S'pa shkosh heqme. Përshëndeteshit? Po jo, bre, isha larkun, isha këte ma ta nga... Asnjëherë nuk përshëndeteshit? Jo, bre. Po, ti thua e kam njohur, pasi Martina punon tek vllai pronarit tim, si quhet vllai pronarit? Vali, Po vllai Valit, si quhet? Mili. Po, Mili. Emilian, e di emrin gjatë? Unë kullos dele ajo lop, por unë rri me delet në kullot, kurse ajo vetëm i nxjerr dhe për të kthyer lopët jam mësuar që kthehen vete. Sa herë ke parë shtetasen Martina Pajollari dhe a ke biseduar me të? S'kam pëzëtuar që me ata, be, s'kam... Po sa herë në ditë e shikoje? Po në mëgjerë ku mërë të lopër që i këte me... Në mëngjes a në darkët? Në mëgjerë që i këte me lopët. Okej. A e ke njohur Martin Çeçën? Jo, bre. A e ke parë ndonjëherë si fytyrë? Po në Kolanec, ke qenë ndonjëherë? S'kam qenë kolonjes pare, be. Po në Bickë? Jo, Thuhet që ke deklaruar po e njoh, e kam njohur nëpërmjet Martinës tua. E ke njoh, të ka fol Martina? jo, bre, s'më ka folur që. Ha? Të lutem. Ai e merrte në telefon dhe i thoshte do pim kafe, por Martina i thoshte nuk donte. Ke dëgjuar biseda të tilla? Jo, bre. Po s'ka ndonjë gjë të themi të vërtetën, shiko. Duke thënë të vërtetën, askush nuk do dëmtohet. Të lutem. Vetëm të vërtetën. Po nuk kam... Thënë jo, be. A e ke dëgjuar? Duke fol me Jo, njëri, bre. e ke parë me telefon vesh? Jo. Se kam parë. Po Vali me Tinën, Martinën. I ke parë duke biseduar bashkë? Jo, bre. Unë më darë, unë ja avonë, unë gjarë, ja më shprim edhe. Ndim. Po që t'ishin afër njëri tjetrit e këto? Po jo, bre. Pas të bisedoni me njëri tjetër? Jo. Po Martina me kë fliste, me kë e ke parë që fliste? Me në një Se nga di. ty. Se dim. Këtu thuhet
Kam vënë re se si Vali bëhej xhelos për Martinin. E kupton fjalën xhelos? Ose dhe hish. Pasi Vali kishte vite që ishte i lidhur me Martinën dhe e kontrollonte vazhdimisht telefonin dhe lëvizjet e saj, sepse kishte kuptuar që ata komunikonin bashkë në Messenger. E di çfarë është Messengeri? Po nuk e di për unë se... Ke përdor ndonjëherë aplikacione? Jo. Po çfarë është kur ta them unë Messenger, çfarë është? Çfarë mendon se mund të jetë? Po e di. Çfarë të shkon në mendje aty se është Messenger? Kot, më jep një ide tënde. Se atë e ndim. Po çfarë mund të jetë? Çfarë mendon se është Messengeri? Një ditë thot e detyroi të tallej me Martinin në telefon, duke i thënë të ftoj për kafe, dhe kur Martina i tha se po tallej me të dhe se ishte e dashura e Valit, ai qau dhe u ndje shumë keq. Por telefonin ja rrëmbeu nga dora Vali dhe ai vazhdoi të shante dhe kërcënonte Martinin duke i thënë të takoheshin të sqaroheshin një herë mirë. Pas telefonatës i tha Martinës që të ikte në shtëpi dhe më mori mua dhe djalin e Xhaxhait të tij. Si e ka emrin djali i Xhaxhait të Valit? E di kështë emrin. Po? Dhe tha do shkojmë të takoj Martinin. Thash se do flija, por ai më tha jo do vish dhe ti po çou. Të ka marr Vali me forcë ty dhe Edin që të shkoni në ndonjë vend. Jo, be, unë prinja gjumë, s'ka në vizun atë në gjemë. Po të ka thënë Vali ty Po jo, që bre. hajde që të shkojmë diku? Po jo, bre. Me këtu thuhet që keni vajt në Kolanec, me çfarë mjeti të pyet oficerja Klau Ogrenaj dhe oficeri nderuar Marilem Beqo, që me çfarë mjeti keni shkuar në fshatin Kolanec dhe a mori diçka me vete shtetasi Vali Mollaj. Ti thua, ti sipas tyre ikëm me mjetin e Valit, me foristrat me rimorkjo të zbuluar ngjyrë gri dhe blu, targën nuk e di. Makinën e ngiste Valit dhe nuk vura re të merrte ndonjë send të dyshim me vete. Çfarë date ishte dhe a e takuat shtetasin Martin Çeço atë natë? Jo, be, s'kam takuar njerë gjemë. Po ke vajt në Kolanec Po me jo, bre. makinë? Si në kolonisë. Ke vajt ndonjëherë në Kolanec? Po jo, bre. Asnjëherë në jetën tënde? Nëse nuk gaboj ti thua ishte data 12 qershor 2022, shkuan fshatin e Martinit, Vali mori në makinën e uli në sediljen e parë, duke i thënë hajde të sqarohemi, dhe sa po zbriti nga mjeti, Vali i hodhi një litar që përdoret për të lidhur jonxh dhe shtrëngoi pas qafë. Tani. Nuk e di, be, se shu gjemë. Unë s'kam qenë para në një. Koli jemi këtu, i është premtuar që me këto deklarime ti do marrësh mos kallëzim krimi, nuk do dënohesh për vrasje. Dhe do kishe lehtësira. A është kështu, Koli? A mund t'i themi me emra kush ta ka? Konkretisht. Emri oficerëve kanë qenë pranishëm kur të kanë thënë që Bledi do ketë lehtësira dhe nuk do dënohet për vrasje, por për Pas bisedës që bëra me pacemorave që ishte oficer policisë, ishte ofitere Klau Ogrenaj, Po? edhe Leonard Ndrekaj, shefi krimeve të rënda më thanë, nuk i njihja, nuk i dija. To të dytë kanë thënë që do Këta marrë... të dy. Në çfarë periudhe ka qenë? Tetori 2022-shit, Tetori, shtator, këtu ka qenë. i 2022-shit. 22-shit, po. Pra, pasi Bledi Angjo Gunati jot ka dhënë deklarime me datën 17 dhe i është marrë dhe një deklarim tjetër me datën 11 gusht 2022 në prani të avokatit Lorik Zeç. Dhe çfarë kanë premtuar ty në këtë? Me ta pyetën për gjërat Po, e tyre. Më thanë që Bledi është denoncuar për mos kallëzim krimi, do kryer atë, do me thënë, dënohet nga 1 deri 3 vjet, po me këto afazën e paraburgimit thanë Bledi den. ndërkohë masa e sigurimit për Bledin ishte për vrasje. Ndërkohë, pastaj, në mbylljen e hetimeve është Ishte për vrasje mos kryer në kallëzim krim, bashkëpunim. vrasje me paramendim e kryer në bashkëpunim është quar që në fillim. Pra ju kanë gënjur. Ë? Dhe pastaj Tani na për rezulton. që më kanë gënjur. Po, dhe ç'a premtonin ata që Bledi t'i rrinte këtij deklarimi, mos ndryshonte thënie? Nuk më thanë diçka, po këta më thanë që Bledi dënohet për mos kallëzim krimi, ka që të del.
Edhe unë matëm, po dhe avokati nuk ma tha asnjëherë për se që akuzuar. Të theshte, ore, është akuzuar për vrasje në bashkëpunimën, për mos kallëzim krimi, edhe s'më tregomi atjerë të vërtetën. Sigurisht ka bërë një favor Klau Ogrenaj kur ka dërguar materialin përfundimtar në prokurori te Olivisi për ta referuar përmbylljen e hetimeve. Tina Pajollari dhe Bledi Angjo, siç e përshkruan Klau Ogrenaj këtë gjë, që kanë qenë pranishëm, e theksoj siç e përshkruan Klau Ogrenaj, në të njëjtat kushte Bledi Angjo sipas saj sugjeronte që të shkonte për mos kallëzim krimi, dhe këtu është luajtur një lojë shumë e madhe. Ne kemi informacione që nëpërmjet deklaratës Bledit është tentuar të manipulohet e gjithë dosja. Po do provohet rrugës e gjitha kjo, deklaratës parë, të dytë e tretë. Dhe duke ndikuar tek Bledi t'i rrinë asaj piste që kishin ndërtuar vetë me Tina. Ju po e provoni vetë se sa javë të eshtë ai të shpjegohet. Me ato që ka nënshkruar, me ato që po flet vetë. Bledi Angjo, në gusht të vitit 2022, kur ke qenë në Peqin, të ka ardhur oficerja policisë, avokati dhe një oficer tjetër për të marrë pyetje? Po, një ishte nga ta edhe avokati qatë. Qa të tha? S'kam qenjë, thashma, isha që me dhe një të kam. Isha në martë martë. Po këtu thuhet që ti ke ndryshuar dëshmin dhe ke thënë, unë kam për të shtuar se në vendngjarje në Kolanes ka qenë dhe Martina Pajollari. E kupton? A e ke thënë, s'ka në i gjëtë, po e ke thënë, s'ka asë një gjëtë keqe, dhe nëse keni, shiko, një gjëtë të mbalë parasysh, nëse keni marrë pjesë në atë ngjarje, duhet të dënohesh për aq sa ke bërë nëse ke marrë pjesë. Nëse s'ke marrë pjesë dhe kush e ka vrarë Martinin, pra nuk ke ti dieni se e ka vrarë, të deklarohet Vali, Edliri, persona të tjerë, nëse ti di, të tregojmë të vërtetën. Se është më mirë të tregojmë të vërtetën se sa të themi një gjë që nuk është. Dhe një gjë mbaje parasysh, mos kish frikë nga askush. As nga Walter Mollaj, as nga Edlir Mollaj, as nga askush. Nuk ka për të bërë njëri gjë. Të kanë marrë? Po nuk kam qenë më betën, s'ka vajtu me ato, unë kam qenë vetëm me dhenë, që bërë me dhenë. Qëku ka vajtu, ti me dhenë kam vajtu, se më nërgoj ka fshatë Mirë, të pyti avokatit, tha, këto gjëra, sepse këtu thua, po ju qëndroj thua ti, si pas këti takimi që e konfirmon, që kanë qenë se po tjetë dhe avokati pjesë, e kësaj loje këtu bëhet më e rëndë situata. Këtu duhet një kallëzim nëse provohet që kanë falsifikuar të dhëna, dhe këtë dëshmi janë për përgjegjësi penale të trekta shtetas, që i kanë marrë deklarimin e dytë. Ata të paret po, bashkë me atë Mariglem Beçon, edhe bashkë me Vangjush Mekshin që kanë firmosur, e me radhë. Ti thua këtu, Bledi, unë kam për të shtuar, thua, atë dark, kjo çupa, Martina e mori në telefonat të djalin, Martin Çeçon, dhe i tha të pinim kafe, pastaj i tha jo, nuk dua të pi kafe me ty, pastaj telefonin e Martinës ja mori Vali. E ke parë këto? Po nuk kam parë gjë tërë, po unë kam me dhenë, nga me gjezën me darkë. Po kanë ardhë thonë kanë bërë bisedën atje tek ti, lartë ke kasollë. Po që ne besarën në njërin në mua. Unë nga darkë ka fëta me gjumë, ne me gjezën në jetëm, bërë me bugnata dhe i kam edhe në lartën, s'ka vajtu më të. Vali tha takohemi atje poshtë dhe mbylli telefonin dhe në atë moment na tha të hipnim në makinë që të shkonim Kolanet se do ta vrista të djalin. Pa da nuk e dipe, unë s'ka lëvizu ka pështati, unë pedhe dhe me. Atë tha i hajden në Po jo bre, Kolanet. s'tha gjej. Po mori Edin dhe Martinën iku? Po nuk e dipe, s'pash Ai një. pegjë bashkë ata Po të jo tre? bre, s'pash një. Unë isha, Vali, Martina, Edliri kanë qenë aty me ty, i ke parë me syja dark. po më darë ka tepe mbidën lopta ata edhe ikën brenda. Pas aty të qa A bënë që... ishin me ju? Martina dhe Vali. Martina dhe Vali i ke parë bashkë? Po aty më shpi, vërda, që bëj një punë të shpisë. Se cilin Dhe vete po apo bashkë? Stili me vete, Se cilin vete? ebe. Okej. Nuk jeni bërë bashkë për të planifikuar të vrasjen. Po që ne bre, Ata e kishin lënë thua ku do të takoheshim që kur folën telefon. Mbaj mend që e gjetëm në rrugë, kishte dalë
Vet nga shtëpia Vali ndaloi makinën i tha hajde dhe ai ul përpara. Ndërkohë ti ke thënë telefonin tim celular nuk e kisha me vete, e lash në kasolle. Po se në kasore, sa vajta nga paktitë dhe janë në kasore tonë, nga bogeta, ja pëthe me gjumba, se lëviza gjithë. S'ke lëviz nga vendi. S'ka lëviz për te. As me forcë nuk të kanë marrë të kanë Po që me forcë për? Të kenë marrë ty të kenë makinë. Dhe këtu thuhet që në makinë të? S'ka lëvizu fare me ato. Nuk s'ka lëvizu fare një prepshatit. Mund të shpjegoni momentin si dhe kur u takuat me shtetasin Martin Çeço. Ata e kishin lënë ku do takoheshin, që kur folën telefon mbaj mend që e gjetën në rrugë, kishte dalë vet nga shtëpia. Vali ndaloi makinën, i tha hajde dhe ai ul përpara në vendin e Edit, dhe Edi ul mbrapa. Gjatë rrugës për në rezervuar, Edi e gjuajti pas koke dhe ati i zuri koka në kroskotin e makinës. Kështu ka ndodhur? Po nuk e di po s'ka parë gjë gavajnë ato, pedhe në do, pedhe amës të mëgjes me dhejnë, s'ka në lëbizu fare për shajtë të. Me darkë në 6 jam në shpjetë tyre, në mëgjes me dhejnë t'i ka lartë, di unë që çapën ka shkodin nga bënë taja. S'kam qenë fare në kolonisë, unë se di ka bje fshati kolonisë. Unë s'kam qenë kolonisë fare, unë asë di që ka bje një. O, Bledi, të të bëj një pyetje tjetër me që thu s'kam qenë fshatin Kolanec. Në gjyq, në 2024 ke dalë përpara gjykatës dhe ke thënë më kanë marrë me zor ata dhe edhe ata e kanë bërë vrasje. Kush të detyroi ta thoshe këtë gjë? Valbona, të lutem, të tregojmë të vërtetën. Kush të detyroi të thoshe këtë gjë? Do ta kenë kërcënuar. Jo, të lutem, du të vërtetë. Pas më kërcënuar njëri. Kush të tha? Ti ke thënë në gjyq, mban më në gjyq ke thënë në deklaratën e parë ke thënë s'kam marr pjesë. Po s'kam marr pjesë. Duro, të lutem, ta mbaroj. Në deklaratën e dytë në gjykat, jo në polici, është ngritur avokati jot Lorik Zeqo dhe ka thënë që klienti im ka për të deklaruar. Ë? Nuk ndihesh mirë. Sillem në një gjë. Do të dalësh marrësh pak ajër? Ë? Silli pak një gjë, lutem. Çfarë do me ujdo? Silli një gjë. Hajde. Çaki. Po, lëviz, lutem. Lëviz. Hajde. Ne skaj. Hajde. Je takuar me avokatin? Një qari këtu në Drenov. Po, qa të thanë në Drenov? S'po tha që... A të tha qëndroju deklarimeve ashtu që e kanë bërë ata? Se është e provuar kjo që ka dalë? Po i thanë... Qa të tha? Po s'po tha që me qëndroj këtë a deklarime, po aty që a deklarime të Po kështu të tha, qëndroju deklarimeve, tha, ha? Po e s'di unë... Okej. Po mirë, a i të tha qëndroju deklarimeve, tha se do shpëtosh. Se këto janë gjëra që do provohen dhe janë provuar. Kështu të tha Bledi? Të lutem, si të tha? Si të tha? Koli, se ju tani do duhet që na e nxjerrit të vërtetën. Domethënë për këtë, nëse Lorik Zeqo bindeni të lutem të thotë të vërtetën. Nëse Lorik Zeqo i ka thënë kështu, që ti qëndroj variantë se e ka marrë pjesë në vrasje, na e thotë këtë gjë. Është në shiko, ne duam vetëm të vërtetën, jo skenare, as intriga, as lloj historish. Shikol, Tina, Spartak. Ky, edhe sikur të ketë thënë atij që e paska thënë në gjykatë ka thënë, unë e kam dëgjuar vetë audion. Edhe e ka thënë nga kërcënimet se ky nuk di. Ti kesh që në mëngjes. E të vish në darkë me dhënt, i lodhur, do ai buk do flerë. Çfarë do bëj? Dakor, pa, o zon. Tani, ne po mundohemi personi që kush e ka kërcënuar, kush e ka udhëzuar. Po ku i mban mend ky? Po jo, avokatin e mban mend sepse tha ka ardhur një herë të vetë me avokati. Është kështu? Pan. Dhe çfarë të tha? Qëndroju? Ha? Së dhe asë më di unë. Tha, qëndroju deklarimeve se e kanë vrarë ata dhe kemi marrë pjesë, më kanë detyruar ata të marrë pjesë. Apo jo? Kështu është? Unë ngrite në gjykatë dhe the këtë gjë.
ke dieni që e kanë vrarë ata Martin Çeçon? Ke dieni apo jo? Po që ne besë këtë suma asë njo isë atët. E ke parë ndonjëherë Martin Çeçon si fytyrë? Po jo, bre. Po gjatë kësaj periudhe që ke qenë në Burg. Ke parë foto, lajme të tij? Ke pas televizor në Burg? Jo, bre. A të kanë kërcënuar në burgun e Peqinit Edlir Mollaj dhe Valter Mollaj? Së bashkosh a izme ata, bre. Ha? Nuk bashkosh a izme ata, një në kodina teatr këtë më tonë. Ata nuk bëzisha pare. Nuk kishe kontakt? Po jo, bre. Po të kanë kërcënuar ata? Që ne, bre, isha në godin teatr, arinë parë bugimi, nuk qisha ti isha këte poshtë, në godina teatr. Po, është bërë një raport që thuat që ty të kanë kërcënuar në burgun e Peqinit ata? Jo, besë, mos jam bashkua fare me Po atë. Koli, edhe ti je dëshmitar, ke një deklaratë që thua, a mund të thuash pak të lutem? Po, që do një radhë që bajta u për takim në Peqin, Po, dolla në takim atje ku isha, nuk denja shumë rreth 10 minuta, kur më vjen një, ata, politat e burgut. Më thot mua, erdhen dhe familjarët e atyre mollave thotë edhe ka mundë, thotë që të mos kontaktoni. Keni probleme me ta? Jo, i thash, unë s'kemi probleme me ta, i thash. Që thotë, unë ka mundë, thotë, që mos në i konflikt. Konflikt, tha ky, konflikt ka mundë, atë mua më thonë në burg, tha. Pse më thonë që nga shpjetyre në burg? Pa bërë gjeda me thëmë, pse më thonë që nga shpjetyre në burg? po, tu me drejt. Po jo se kishe ndodh konflikt brenda burgut. Jo, Po jo, bre, bre. jo. Edhe mua mojim, që atje nga takimi. Më ndorën në një tjetër që mos bashkosha me ta. S'kam konflikt pare, thash. Po mirë, kjo është përcjellë sikur ka pas konflikt brenda burgut, sikur Jo. janë kërcënuar, Jo, sikur jo, janë jo. Jo, bre, si me ato. Unë kur vija pyesja, po jo tha një diku nga ta, gardian të brendshëm, janë të shkëputur, tha. Ata janë bashkë, tha, lege shumë vetë. Po ja, Familjar, Martin Çeço është ky. Ky këtu. S'ka, nuk e një betën. A se ke parë ndonjëherë? Po se kam parë ishë bëjsh, asë një, s'ka, unë s'kisha lidha fare me ato, asë një një. Çfarë kërkon sot o Bledi? Nga Vali, nga Edliri? Pa fri. Çfarë? Pa fri. S'ke asnjë gjë? A ke frikë nga njëri? Jo, bre, s'kam një. Frikë. Të ka kërcënuar njëri në burg? Jo, bre. Nga këta personat? Okej, po person tjetër të ka kërcënuar? Jo, bre, isë, asë njëri. Po me Martina Pajollarin, ke folë ndonjëherë gjatë kohës që ishit në burg? Jo, bre. Ajo, ishte në Tiranë, po për Tiranë, vati në Poskë pasa. Në burgë graves, kus... Asë jam më la fosë, o isë me atëm. Sa të bashkoj që a isë, unë isha burgë Peqin. Ati e dina në punë, në mëngjes, së bashkoj që pa me ata isë. Nuk bashkohesh e fare. Po mirë, kur të dënoj gjykata e Korçës me gjithë ato vite burg, u mërzite? Qa përjetove? E më mërzit mësë. Ë? Mërzitesh. Ka që pak flet Bledi, Kaq, apo kaq. sot është ka që, pak shu e ka atë, me zi e nxirr? me djende, sa rritë komunikoj, dhe 30 shkrime që janë bërë, Nuk i ka. nuk janë të tia, Nuk i ka. po e provon vetëm se sa javë tërë të thot ato që do të jetë. Po Martina Pajollari ka qenë me ju në Kolanec? Nuk e dive, unë s'kam qenë fare, ata se dime, po s'kam qenë fare, unë... Po ke dëgjuar ndonjë bisedë që fliteshe në fshat aty që ata Jo, shkuan në bre. Kolanec? S'dinja, nuk të gjoja. S'dinja Po gjeta. thot më Spartak, ikë në mëngjes. S'dinja begje, unë isha me dhe ja pyet këtë duash aty. Unë po insistoj shumë Jo, fort mirë, sepse mirë. po flasim për një vrasje. Mirë, Unë ju mirë. mirë kuptoj, ju jeni familjar, unë falenderoj që në pranimin tuaj po e bëjmë të bisedë, dhe unë doja shumë që ta bëja të bisedë edhe më përpara, në burg kur ishte nuk e kishte mundësinë, se nuk lejoj. Tani në rreth shtëpie është mundësia. Dhe duam të dim të vërtetën në zonjën e Valbona, duam të dim atë të vërtetë e cila
mundon familjen e Martin Çeços, babajn, 2 motrat, vëllajn, një humbje jete e cila nuk mendohej dhe që ja kanë marrë jetën në mënyrë barbare. Dhe ta gjejnë, ata që e kanë bërë, këta nuk janë. Nuk janë. Ti edhe unë po flasë për vllain, ti shikoj vllain. Ai po thot ikën që në mëngjes vim darkë me dhent. Ai nuk Po këto deklarime. Nuk i ka të Nuk i ka bërë deklarime. Po s'kam bërë deklarime për. Më të sigurt. S'kam shkojë të fare unë atje. Ju po e provoni vetë se sa japë atë të komunikojë. Po Koli, po tani ky po pranon që ka vajt avokati më. I ka thënë atje dhe ky thot po i kam qëndruar ti varianti, ka shkuar në versionin e dytë. Avokati ka vajtur bashkë me ata që ka vajtur është punë e tyre. Po ai që ti ketë nga mendja ti ato. Nuk ka. Ure mund t'i kenë ofruar ndihmë se nëse Bledi ka parë një gjë që ka ndodhur, ka nevojë vetëm për mbështetje. Nëse s'ka marrë pjesë, ka nevojë vetëm për sqarime dhe Bledi Angjo të vazhdoj jetën nën përkujdesjen tuaj. Po patjetër. Dhe bravo qoftë se kemi edhe babain tuaj zonja Valbona, i cili u habit nga akuzat. Ka qenë gjallë kur e ka marrë vesh që Bledi Angjo është arrestuar, djali i tij Ishte në burg. po, dhe ka ndruar jetë me brengën se djali i tij ka kryer vrasje, pa e ditur të vërtetën. Apo jo Bledi? Edhe babi ishte me atë që jo nuk është djali tim. Nuk është djali tim se ai e dinte çfarë djalë kishte dhe unë e di çfarë vlla ka. Nuk është. Po që iku me breng, iku me. Çfarë të bëj? More pjesë në varrimin e babit? Jo. Sala nuk më soll. Nuk të la? Po pse? Kërkove? E Po jo, e kërkova ai për ku ti bën një kartë doktorit, ti doktori. Telefon. Si ishte? Po më bitë të mora. Qa mund të më thuash në një gjë për këtë ngjarje? çfarë do të Do ma provosh dhe një herë ma shkruash emrin të lutem. Provoj Bledi. Mos ki frikë. Mos ki frikë se për të mirën tënde po punon. Ditë shkruaj. Të lutem, nëse dita shkruash do na ndihmosh shumë. Po s'di. Provoje këtë që kam shkruar unë këtu. Siç e kam shkruar unë, provoje ti. S'di bë. Po siç e shkruajta unë emrin këtu, siç e shkruajta unë, më shkruash këtë B L E T I. Pasta bën. Jo, po dhe gjerë mot të rimneve nuk e shkruan dot ai. Shikoj që kam kalemin, sa dita kapë. Nuk i citoj kotun që ai ditë shkruaj dhe dojë, te diku të e kam rritur. Ja munduar ta mësoj dhe nuk e mësova dot edhe unë. Aq vite. Që të paktën shkruan të emrin e tij, ditë numrin, atë emrin e tij në telefon të më merrte telefon. Për këtë nuk e lot topi që ai ditë shkruaj. O Koli, po me këto emra, me këto firma, me këto zgarravina. Firmën jam dakord se këtë firmë ka në kartën e tij. Po këto firma ka bën. Këto të thash, vlem kashare edhe kaq. Nuk lejohet pra se duhet t'ja lexonte dikush. Këtu thuhet e ka firmuar, e ka shkruar emrin e tij vet. Ata që ata shkruan. Dhe e ka firmosur vetëm. Ore është e pamundur. Provoj jo sot. Po provoj nesër, provoj pas një muaj, provoj gjithë piti. Po i keni kërkuar llogari avokatit parë që ka qenë tek masa e sigurisë, avokatit dytë. Kërkova avokatit unë, i thash, ore, kur që ka firmosur atë për të marrë? Mbeti avokati, nuk po ta përgjigje. Mbas e tha, ja kam bërë një shabllon të madh dhe ka kopjuar. Po e provoni vetë se sa është japë të kopjoj një emër, një gërmë të paktën. Nuk u di të shkruaj. Që mënyra kur kap lapsin, shikoj si dita kap. Për këtë insistoj me të marrë. Ma vendos dhe një firmë të lutem, edhe një firmë tjetër. Po vendos, dhe një firmë tjetër. Këtu. Po dhe kjo që shkruan nuk është e njëjtë me atë që është atje. Ate tash mund të impresion, po firma tash do. Dhem ka pershare ose ti ka gjetur zemre. Po. Aq. Më shumë se aq nuk di të bëj ai sigur për mbyt të kthehet. Ja munduar unë me të motrën gjithë atë kohë nuk e mësoj dot.
Ne shpresojmë që e vërteta të zbardhet, cila do qoftë ajo e vërtetë dhe autorët e vrasjes të përfundojnë në burg dhe të marrin dënimin e merituar, kushdo qofshin ata. Qëllimi është të zbardhet e vërteta. Të zbardhet. Bledi Anxh, duhet zbardhur vrasja e Martin Çeçës. Nëse di ndonjë gjë, nëse ke parë ndonjë gjë, nëse ke dëgjuar ndonjë gjë, të lutem, rrëfeu, trego të vërtetën. Zdi be nuk kam parë njëri, për s'kam dëgjuar njëri, ashtu, nuk kam dëgjuar gjë, në të që tash unë s'kam qenë fare në nëse një. Edhe, kam qenë me dhenë ati të rrinë e ditë, ma në pini dhenë të malit e jesë edhe dhenë të pira që për malit e jesë edhe më shpit, dhenë mes në asa në lëmë. Mblidh dhele këtu, mblidh dhenë ati më tonë. Unë s'kam qenë fare ati, unë mja i do, ja pëtë kërë duash ati në shatë. Që në e unë ati. Ma në pini ato dhenë të rruku, që kështë edhe në për të pjedhën. Po më dargë? Për më dargë me ishtia për këtë ati më dargë, se më dargë kësë, ose gjejë me shpeti, unë ka vinda në ka i vëllaja, këteja, nuk edhi ka vinte. I benja vetë për këtit ati, ishtia, i benja, i ka zhojnë shëja në përkemut, shëja të peda për e malë të sija me kuris poshtë në shpiti tia, s'kam qenë fare ati. Po nga dollën këta? Këto e emra, këto dëshmi, nga dollën? Nuk e dibe, unë s'kam formosë fare ati. Edhe ati... Po mos i ke thënë? Po s'kam thënë që Po mirë, kur keni qenë në burg, të bëj një pyetje tjetër, kur keni qenë në burg brenda, sa ishit shoqëruar, ti, Vali, Edi, ka një përgjim ambiental policia, zgjat 2 minuta e gjys, dhe ku thon ata hesht mos fol. Qa the? Po qa e kishin fjalë? Edhe... Të lutem. Për qa? Pa më së të ka, dhe pa unë ju tharë vetë ati në zyrat lartë, gjukatëset aty vetë, ati edhe ti janë dhe këtu në koshë, unë s'kam qenë unë ati e thashë një. Pa letat ata, që jo vetë s'ka përmosë gjë, kësë ditë të shkruaj ata, bajta në ti janë edhe në koshë gjene. Po mirë, nëse s'di të shkruash ti di të flasësh. Po tive, po nuk s'kam qenë unë ati e një. A ke parë që kanë jetë njësur ato atë natë? Po s'kam parë për njeri, mu. Unë janë mes nashë me edhe të pjeda që anë e lërë nga mali. Unë isha galuat 3 leka, si të matanë, në majtë. Po mi ma... Zbjeqar për edhe për malë, të vinja më shpija, ja buke bënja, ja vëdhja më zhunë, nëse në mëgjes me edhe edhe kam lërë me edhe. Pse du t'i faturonin ty këto deklarime? Po s'kam shkoj do gjemun atje. Po pse duhet të ti thonin sigur i ke thënë ti? Po s'kam thënë bë gjemun. Po pse i kanë bërë kështu? Nëse si ke thënë ti, kush i ka thënë? Ju keni bërë një kërkesë, cila është kërkesa juaj që keni bërë? Kërkesa... Dhe çfarë kërkoni? Kërkesa tonë është. Duhet ta marrim djalën, ta treqim që nga peshkëpia, ta marrë në Polen, do t'i dal garant unë me gjithë burrën, sepse s'ka njeri Sot me kërri, vetëm? Jarin me këta. Vetë. Kushëriri E kanë kam ndejtë sot. Kushërin. Ata Parti për që këtu. parë, po kushëriri do ikë. Je gjendër ti pranë sot? Po. Do t'i rish derisa të vendoset nëse do ta mbajnë. Do vi unë, Do vi koli. do vi unë. Pra, sot je ti, nesër Koli. Nëse nuk zgjidhet, o njëri për jush duhet të rri patjetër. Një ditë njëri, një ditë tjetri. Do kthej mund do vi ajo. Nuk do ta lëm vetëm ma për. Sa ju do të ajë. Shka Do të gatuaj, s'ka asnjë të ardhur nuk u ka. Të dalët e dera nuk del dot. Vetë nuk rritot këtu. Po edhe vetë. S'ka shëbej, do të rojë edhe ai, do të rojë. Ai s'ka asnjë të ardhur as. I bëj më kërkesë prokurorisë të na marrë parasysh këtë që bëjmë këtë kërkesë të na e sillin djalën në Poleno. Andaj dalun garant Me të gjitha. me veten time. Për çdo atë prirë mund. Se ti e pesa larkash, nuk e dile të vi për ditë. Të vi që nga Polena këtu ja. Ai do njeri largësht. Do njeri të haj, do të pijë të. S'ka asnjë të ardhur që të